Një duo tjetër që po komentohet shumë janë Klodi dhe Lëndrimi, ku të dy janë aktiv në lojë, por aktiv edhe me njëri tjetrin, e ku shumë fansa po komentojnë për një afërsi, ndoshta më shumë se shoqëri mes tyre, gjë që nuk ka ndodhur në asnjë edicion të Big Brother që dy djemë të komentohen për këtë raport. Kjo po thuhet pasi sipas fansave të dy po e kanë një vibe shumë të mirë me njëri tjetrin, po disa shikime, siç po thon fansat, po e lajnë me kuptuar që mund të ketë diçka më shumë mes tyre. Edhe pse asnjëri nuk është deklaruar kështu, po fansat po komentojnë se mund të jetë ose bromance ose romance. Por kjo ende nuk dihet edhe vlen me cek që janë vetëm çka shihet në sy të publikut edhe jo që kanë thënë diçka ata. Po me komentu kështu lojën e tyre, mundoj me thënë se Lëndrimi momentalisht është një nga banorët që ka goxha fansa dhe ka kriju një pjesë publikut që e pëlqejnë goxha shumë për atë energjinë që e ka, edhe për këtë pjesën që i sulmon banorët, edhe po e mban, domethënë edhe atë personazhin edhe pozitiv edhe negativ. Kurse për Klodin, edhe Klodi pëlqejt nga publiku, followersat në Instagram dy vetë se kanë filluar me ushtu sepse kanë qenë goxha të panjohur për publikun. Unë mendoj që në fillim sa janë, nështë ja kanë arrit atë qëllimi, por tash mundoj me pa në vazhdim se si po e mbajnë lojën edhe sa po krijojnë ndoshta dinamika në vazhdim. Por Prime i sotëm, në Prime-in e sotëm unë mendoj që kanë diskutuar tërë këto gjëra që vetë sa i thash, edhe mendoj që ka me qenë një Prime ndoshta jo si i kalumi, sepse i kalumi ishte tepër flok, kështu me thonë, për fillim, por besoj që edhe në këtë Prime sot kanë më komentu shumë dinamika, edhe mundet me ndryshu loja, pasi deri Prime të tjetër unë nuk kam më Prime.